thoni një vend, një parlament perëndimor, të vendeve serioze perëndimore, ku institucionet e pavarura dalin përpara sallës solemne të kuvendit, me gjithë ligjvënësit aty dhe me qeverinë, për të raportuar një raport të cilin e kanë referuar në komisionet përkatëse. Nuk e referuar, jam dakord me ju, sepse Kongresi Amerikan funksionon me komisionet e tjerë. Komisionet kanë vlerë, mbledhjet e Kongresit dhe të Senatit janë në raste shumë të rralla, raste votimesh. Puna bëhet e komisionet. Unë e kam te minutazhi tek ajo që kërkon opozita, tek hapësira konkrete që ja kërkon. Shiko, minutazhi ka dhe kjo një arsye objektive, por nuk ka, sepse ju e dini shumë mirë që opozita në kuvend merr më shumë kohë se sa majoranca. Merrni matini të gjitha seancat, do shikoni. Ja u jap si i kemi dhënë të dhënë, i kemi transmetuar. Opozita ka shumë kohë në dispozicion, merr më shumë kohë në dispozicion për të debatuar, për të folur për procedurë, që procedurë nuk është e tjera. Dhe unë personalisht mendoj që duke qenë se opozita ka vetëm fjalën, duhet flas. Në planetin tim dhe në mënyrën se si unë e perceptoj Shqipërinë, Shqipëria duhet jetë një vend i fjalës së lirë ku gjithë duhet të shprehen ashtu siç duhet. Por duke qenë se ne kemi seanca shumë të ngarkuara, duke qenë se kemi një legjislacion shumë të ngarkuar që duhet ta miratojmë, ta kalojmë. Për këtë keni rënë dakord. Për këtë keni rënë dakord. Edhe në Këshillin e Mandateve sot është rënë dakord për këtë. Është ekonomike. Flas për pjesën tjetër. Është thjesht ekonomike. Për integrimin kanë rënë ata dakord që të ecim me procedurë përshpejtuar. Pra është thjesht një ekonomike, pra nuk është kufizimi kohës së palës tjetër, sepse ne jemi duke kufizuar dhe kohën tonë në thelb. Pra jemi duke përdorur të njëjtin standarde për veten tonë. Janë disa gjëra që janë objektive drejt modernizimit, drejt përmirësimit të çështjeve. Megjithatë, unë jam besim plot se ne do ta gjejmë një gjuhë të përbashkët. Këto janë çështje shumë të vogla krahasuar me temat e mëdha për të cilat ne do duhet të bijmë dakord me njëri tjetrin. Pra unë pres që në seancat e tjera ku ne do miratojmë legjislacion të piketave të ndërmjetme dhe të përmbyllseve, sepse kemi dhe piketat përmbyllse, opozita të jetë e pranishme dhe t'i votojë ato. Pra në qoftë se ne 222 ligjet që kaluan për integrimin nuk e kemi votën e opozitës, do të ishte në nderim në asnjërin prej tyre. Asnjërin prej tyre. Eksakt, pra ky është thelbi i bashkëpunimit, pra vullneti që do duhet të pasqyrohet në votën e dhënë për ligjet për integrimin. Dhe besoj që nis që aty. Jo në detajet e vogla të cilat janë të negociushme, të menaxhueshme, dhe nganjëherë duhet të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Djalli fshihen detaje, Do të më falësh, zonja Kuko, vetëm një sqarim. Nëse ju po thoni që kufizoni dhe kohën tuaj duke kufizuar kohën e opozitës. Është ekonomi. E kuptoj, por ndërkohë që opozita ka fjalën, juve ndoshta ju intereson të komunikoni sa më pak në Jo, kjo nuk është e vërtet, përkundrezi. Kuvendin e Shqipërisë. Përkundrezi. Sepse ndoshta po themi merreni me gjën në terren dhe bëni punën tuaj në terren. Të gjithë punojnë në terren. Por, a nuk mendoni se zgjatja e kohës dhe diskutimeve dhe qoftë edhe zgjatja e seancave, e mënyrën se si komunikoni me opozitën në terma minutazhi, është më në të mirë të transparencës, që është një standarde dhe një nga kriteret bazë të gjithë të procesi që po kalon. Zonja Jupi, nëse më lejon t'ju flas ta Olanda, më thrisin Romina, që mos bëhemi shumë solemn, ne nga foltori e kuvendit i flasim njerëzve, qytetarëve. Pra, unë nuk dua të mendoj që ne dalim aty dhe i flasim njëri tjetrit. Sepse është me i fjalë... Tu bjem dakord, unë jam nga ata njerëz që e vlerësoj shumë parlamentarizmin, kur ai është parlamentarizëm. Çka do të thotë që në 5 minuta është shumë e logjikshme të shpjegosh qytetarëve ligjin që je duke miratuar, thelbin e çështjes që je duke miratuar. Ne kemi dhe forume të tjera në të cilat ne mund të shprehemi për të informuar qytetarët, kemi dhe forume ku komunikojmë me njëri tjetrin, kemi komisionet parlamentare. Thjesht ekonomikohe, nuk është kufizim, absolutisht. Këtë bisedë që po e bëj, nuk po e quaj debat, nuk e kam thjesht për t'i dhënë pak kohë opozitës, sepse unë për mënyrën se si flet opozita dhe se si sillet opozita në kuvendin e Shqipërisë, dhe jam krejtësisht skeptike, por njëkohësisht dua që me që po flitet për integrimin europian, dua që ky kuvend i Shqipërisë, i cili pavarësisht nivelit që është, përfaqëson vendosi një rregull që shkon përtej përbërjes aktuale. Këtë, domethënë të vendosi ca standarde që shkon përtej këtij momenti ku është këtij niveli ku është kuvendi i Shqipërisë sot. Që kështu unë mendoj gjithmonë që edhe zgjatja e kohës, pavarësisht se duket një detaj shumë i vogël, i shërben llogaridhënies dhe transparencës, i shërben dhe ngritjes së problemeve nga ana e opozitës, sepse ashtu siç edhe ju e thatë, opozita ka vetëm fjalën, ndërkohë që ju keni fjalën, keni pushtetin, keni sidomos në këtë moment keni të gjitha pushtetet. Kështu që mendoj që
që ndoshta pavarësisht asaj opozite që kemi përballë, ndoshta një dorë më e shtrirë nga ana juaj, po një dorë e shtrirë realisht për t'i futur për t'i bërë gjithë përfshirës proceset, do t'ishte shumë një detaj. Romina, unë do isha se Kaulanta është emocionale dhe kuptohet, unë s'kam asnjë emocion. Unë jam e variantit që duhet i lësh hapësirën, e shfrytëzon se shfrytëzon. E shfrytëzon mirë, shfrytëzon keq. Ne kemi parë që publiku është shumë i saktë dhe ta jep gjykimin siç e meriton. Ka shumë njerëz do thonin që ndoshta sa njerëz aty s'duhet plasin fare. Ata njerëz përfaqësojnë opozitën. Po nesër ama mund ta përfaqësojnë njerëz të tjerë. Pra ideja është në parim. Kjo është krijimi i asaj kulturës që tonë, nuk po mendoj sot, se me thënë vërtetë edhe unë kushova të shkon e Fariut, po vjen me qesh. Po ideja është që duhet shohësh për te asaj, se ndoshta aty nesër pas nesër do ulet njëri normal. Pra ideja është gjithçka është në parim, kështu krijohet kultura, kështu krijohet tradita. Sigurisht, po nga ana tjetër duhet është forma dhe përmbajtja. Kështu që ne duhet të jemi besnik dhe ndaj formës dhe ndaj përmbajtjes, sepse në qoftë se ne çajdojmë te njëra, pastaj bie që i prishim të dyja. Jo, unë po flas për përmbajtjen, unë po flas formën. Unë ato që shoh sot e quaj formë, nuk e quaj përmbajtje. Në praktik, ju keni parë, zoti Lega ndjes se e di që po prisni të flisni, po në qoftë se në praktik ju keni parë që ne kur hapim seancën kemi 2 orë procedurë. Dhe kjo procedura i shkon shumica opozitës për çështje të caktuara të cilat nuk kanë asnjë lidhje me procedurën dhe asnjë lidhje me seancën. Pra, nga ana jonë sigurisht që ka nga ana e kryetarit të kuvendit edhe me dakordsinë tonë si grup që nuk reagojmë fort, ka një tolerancë përsa i përket minutave që i jepet opozitës. Tash, 5 minutë që ka të bëj vetëm me ekonominë e kohës, sepse kemi shumë ligje dhe seancat kanë zgjatur në mënyrë të pakuptimt deri në 4 të mëngjesit. Sepse flasin të gjithë nga 10 minuta dhe të gjithë duan të shfrytëzojnë 10 minuta. Me të drejtë. Patjetër që me të drejtë. Jo, ka dhe obstruksion brenda, patjetër, ka dhe taktika obstruksioniste. Nuk besoj që ka ndonjë agjend vërtej. Batut, Lega se duhet shkojmë klasin pjesë e dytë për i barin pak. Po, me që jemi tek çështja e integrimit sigurisht si proces kompleks dhe sfidues për ata që na ndjekën është thjesht një proces i cili duhet tek ata masa e gjerë duhet trajtuar me shumë kujdes që të sqarohen mirë, sepse ata bëjnë një pyetje thjesht tani. Ka 35 vjet që na thonë të integrohemi, po dhe që kanë qenë në kuota diametralisht të kundërta majoranca me opozitë në raport me qeverisjen. Dhe pa asnjë problem, sot merren vesh, miratojnë një rezolut për integrimin evropian e tjera. Është shumë e çuditshme kjo që ndodh, ndërkohë që retorika tregon krejt të kundërtën dhe tha zonja Kuka që kur flitet për kohën që jepet sidomos në këtë rast opozitës, ne e kemi parë, e kemi ndjekur për efekt të profesionit, që flitet për procedurë dhe flitet për çdo gjë tjetër, gjerë tek Venezuela e Kuba, vetëm për problemet e procedurës nuk flitet. Dhe kjo është kohë. Unë mendoj që majoranca duhet ta lërë sa më shumë këtë kohë dhe mos e harxoj kohën fare me këtë, sepse qoftë opozita, qoftë majoranca e kanë përmes parlamentarizmit, përmes ekranit, përmes atyre çka thonë dhe mendojnë, janë pasqyrë tek ky popull që nesër i voton. Kështu që lërin flasin. Publiciteti rikthehemi më njëherë për të folur për një temë delikate, i barin. Opozita thotë i bari është vonuar, ka rënë, nuk është miratuar. Majoranca thotë presim. Po sa do presim? Më njëherë pas publicitetit.